ka qenë e qartë dhe vendosur në prioritetet e saj. Një nga 5 vendimet e para të qeverisë së re ishte edhe miratimi i pakos për përballje me inflacionin 2.0 në vlerë prej 200 milion eurosh. E kjo me qëllim të mbështetjes së familjeve për të përballuar më lehtë barrën e rënduar të çmimeve të larta që na vijnë si pasojë e krizave dhe tronditjeve globale. Pakoja për përballje me inflacionin 2.0 parashihte mbështetjen e pensionistëve, fëmijëve, studentëve dhe punëtorëve në sektorin privat. Ky është një premtim i bërë qartë para qytetarëve dhe një zotim që ne e kemi marrë me përgjegjësi të plotë. Prandaj, për ta jetësuar këtë zotim, në muajin e kaluar e proceduam në Kuvend të Republikës për miratim dhe rishikim buxhetin i cili do të siguronte fondet që do të mundësonin zbatimin e pakos për përballje me inflacionin 2.0. Kur rishikimi i buxhetit u paraqet në Kuvend për votim me procedurë të përshpejtuar, për çfarë nevojiteshin 2/3 e deputetëve të pranishëm, bloku opozitar e bëri të vetmën gjë që din ta bëj tash e sa kohë, pra bllokimin. Edhe pse në debat parlamentar pak ditë më parë, bloku opozitar kishin kërkuar që qeveria të dilte në mbështetje qytetarëve, kur erdhi momenti për të votuar, vendosën të pengonin pakon e cila do të ndihmonte secilën familje. Përderisa kostoja e jetesës po vazhdon të rritet si pasojë e krizave globale, bloku opozitar tash krenohen me faktin që pamundsuan qeverinë ta miratonte një pakon mbështetëse, duke mos pasur konsideratën më të vogël për vështirësitë me të cilat qytetarët përballen çdo ditë. Mirëpo, të gjendur përballë kësaj situate, qeveria jonë nuk mund të qëndrojë duar kryq. Unë kam kërkuar nga Ministri i Financave që të shfrytëzoj çdo mundësi buxhetore për të dizajnuar një pako për përballje me inflacionin ashtu siç jemi zotuar. Qytetarët e Republikës duhet ta dinë dhe gjithmonë duhet të llogarisin se qeveria jonë dhe e tyre nuk do t'i lërë kurrë vetëm, pavarësisht pengesave apo blokadave që të tjerët mund t'i vendosin në rrugën tonë të përbashkët. Prandaj, sot kam kënaqësinë t'ju njoftoj për pakon për përballje me inflacionin 2.0, të cilën e kemi dizajnuar dhe do ta miratojmë sot me masat si vijën. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për punonësit e sektorit jo publik. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Meqense për pensionistët dhe fëmijët nuk do të ketë nevojë për aplikim, sepse i kemi listat e përfituesve tashmë, do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese t'i bëjmë në fillim të javës që vjen. Pra, para festës Bajramit, ashtu që secila familje të ndjehet e barabartë në atë ditë feste, duke e ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri i Financave jam njoftuar që nevojitet procedurë aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme dhe besoj që për këtë Ministri do të mund të prezantoj detajet tjera në vijim. Jemi të vetëdijshëm se në mungesë të buxhetit të rishikuar, i cili u bllokua nga bloku opozitar, kjo pako të dashur qytetar nuk i adreson të gjitha problemet e nevojat, por sadopak lehtëson barrën për secilën familje në vendin tonë. Sepse për dallim nga bloku opozitar, qeveria jonë është qeveri që kujdeset që dora e shtetit të prek secilin. Jemi qeveria e vetme e cila ka dëshmuar se mendon për hallet e secilës familje në Republikën e Kosovës. Sot gjithashtu kam kënaqësinë të ndaj edhe një lajm teje të mirë për të gjitha gratë lehona. Në qeverit para nesh nuk ishte bërë asgjë për gratë.
për 20 vite qeverisje të partive të tjera. Askujt nuk i kujtohet as edhe një mos e vetme që ishte bërë për të mbështetur gratë. Kurse ne vetëm për një mandat kemi subvencionuar punësimin e grave, kemi mbështetur me subvencione e grante vajzat dhe gratë që merren me biznes. Kemi lansuar masën qeveria për familjet, ku shumica e të punësuarve janë gra. Kemi mbështetur me bursa të gjitha vajzat dhe gratë që kanë studiuar STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri e matematikë. Kemi nisur apo ndërtuar 74 qerdhe të reja për të lehtësuar barrën e përkujdesit fëmijëve, barrë e cila bie mbi proporcionalisht mbi gratë. Kemi shtuar programin e vizitave në shtëpi për gratë shtatzëna. Kemi nisur e pastaj i kemi rritur shtesat për fëmijë e shtesat për lehona, para të cilat transferohen në llogarinë bankare të nënës, si dhe shumë masa e veprime të tjera në mbështetje të grave. E super lajmi që dua të ndaj sot me ju është se nga ky muaj do të rrisim shtesat për lehona. Përderisa me qeverisjet e kaluara, shtesat për lehona ishin 0 euro. Thuaj se ky shtet nuk kishte nëna lehona, për herë të parë me qeverisjen tonë, e nisëm ato duke paguar nga 107 euro për 6 muaj me radhë për lehonat e papuna dhe 3 muaj për ato të punësuarat, mbi pagesën që tashmë e marrin sipas ligjit punës. E thamë se shtesat për lehona do t'i bëjmë aq sa do të jetë paga minimale. Shtesat e nisëm aq sa ishte paga minimale, 107 euro në muaj, pra aq sa i gjetëm pagën minimale, kurse në maj të vitit kaluar, nga 107 euro në muaj, shtesat i rritën në 325.9 euro në muaj, aq sa i binte paga minimale neto. Pra kjo para një viti. E si vjet, pagën minimale rritën përsëri. Nga 1 janari është 425 euro në muaj, kurse nga një korriku ajo bëhet 500 euro në muaj. E njësoj si kurse vitin e kaluar, edhe në këtë maj, ne po i rrisim shtesat për lehona, ashtu si kurse që kemi premtuar. Nga 325.9 euro në muaj, në 500 euro në muaj sa paga minimale. Me fjalë tjera, nuk po e presim korrikun, por rritjen po e bëjmë qysh tani. Nga ky muaj e tutje, secila nën lehon do të përfitojë mbështetjen mujore prej 500 euro në muaj. Kjo për një lehon e cila nuk është e punësuar, përkthehet në 3.000 euro mbështetje për gjatë 6 muajve, pa llogaritat edhe shtesat mujore për foshnjën bebe. Kurse për nënat lehona të punësuara, kjo përkthehet në mbështetje prej 1.500 euro, për te pagesave të cilat u takojnë atyre sipas ligjit të punës, 70% e pagës nga punëdhënësi për 6 muajt e parë dhe 50% të pagës mesatare nga shteti për 3 muajt e tjerë. E për ta dëshmuar se nuk ndalemi kur vjen puna te mbështetja e grave, shumë shpejt do të lansojmë edhe programin Super Puna për gratë, përmes të cilit të gjitha gratë do t'i mbështesim duke u paguar për 6 muaj tjerë pagën minimale nëse ato rikthehen në tregun e punës. Ju faleminderit, e tash vazhdojmë me pikat e para për mbledhjen e sotme, duke nisur me shqyrtimin e propozim vendimit për aprovimin e ekstrakteve të procesverbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve 8 dhe 11 dhe ekstraktet e procesverbaleve të mbledhjeve 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, ekstraktet e procesverbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve të përmendura janë shpërndarë në linkun e materialeve të kësaj mbledhje të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vretje, ju ftoj për miratim kush është për.